Të gjë çfarë Allahu i lartësuar ka shenjtru, edhe besimtari duhet domosdo ta shenjtroj dhe ta konsideroj sikur se të shajt. Dhe këtu nuk është vetëm në pyetje jeta e besimtarit, por madje të gjitha krijesave, qofshin ata dhe jo besimtar, qofshin ata edhe kafsh apo shtaz, Allahu i lartësuar na ka edukuar se si të trajtojmë të tjerët, na ka mësuar se si të mos i shkelim këto shenjtri. Pa të drejtë, përveç se në raste kur Allah i lartësuar i ka legjitimuar ato çështje. Këtu e shohim në veçanti kur besimtari, në raport me besimtarin, duhet të jetë i kujdesshëm. Nga sa Allah i lartësuar thotë innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Pra ky raport mes besimtarëve e tejkalon edhe raportin e lidhjes së gjakut, madje edhe shumë më madhështor, shumë më i fuqishme kjo lidhje, andaj besimtari duhet ta merr si të shajt jetën e besimtarit tjetër. Nëse i jepet mundësia apo provokohet, apo shejtani e ngacmon, i bën vezvese, e nxit që ta merr jetën e një besimtari, duhet të matet shumë, nga se dënimi dhe kanosja dhe rreziku është i jashtëzakonshëm.